Kanë punuar gati për një vit për të hapur këtë ekspozit dhe për të shënuar kështu ditën e tokës. Me ide kreative dhe shumë interesante, nxënësit e ciklit të lartë të shkollës Femia Agani në Gjakov, të ndihmuar edhe nga mësimdhënësit, hapën ekspozit për të sensibilizuar moshatarët e tyre në ruajtjen e ambientit. Qëllimi i këtij aktiviteti ka qenë që të ruajnë vlerën e natyrës dhe ta mbrojnë degradimin e tokës. Unë besoj që është një aktivitet i qelluar dhe i kisha ftuar të gjithë qytetarët që të vinë të vizitojnë kreacionet e mrekullueshme të nxënësve tanë. Vetë nxënësit thanë se kanë punuar me shumë dashuri. Puna nuk ka qenë e lehtë, kemi pasur shumë sfida, po i kemi tejkalu mendimin e arsimtarëve, sa i përket kryesisht kemi bërë projekte për ditën e tokës, reciklimin e materialeve të ndryshme, të cilat bëjnë një plus më të madh për ambientin ku jetojmë. Gjithashtu qëllimi jonë është edhe reduktimi i dioksidit karbonit në ajër, pasi kjo po shkakton ngrohjen globale edhe hapjen e rrymës së ozonit. Konkretisht kemi punu ma shumë me materialet plastike, sidomos me tosa që zakonisht veç i hudhem në mbeturina mirë, po ato janë materiale jo të degradueshme dhe ndosin natyrën, edhe kemi vendosur që ato mi bëni një farë lloji riciklimi për ato dhe mi përdor për një qëllim tjetër. Jo vetëm si materiale që kanë qëllimin e tyre të parë, edhe veç kemi dashur mi përcjell një mesazh të vetëdijësimit që materialet cilat na veç i hudhim edhe ndosim ambientin me to, kemi më shumë mi përdor për qëllime tepër më të mira. Po për të shënuar ditën e tokës, ata nuk përtuan e dolën edhe në oborin e shkollës për të mbjellur lule.